fëmijëve, nëse do të pasardhë. A lejohet origjinë të ndrihun nesër në bërë, si puna e të bëjmë në Europian, dhe platformën që lejohet Islam. Po, a lejo do thot në Islam të ketë rregullim të trashëgimisë, do thot rregullim të, si theme, të lindjeve. Në Islam kjo gjë duhet të shikohet kështu. Nëse kemi të bëjmë, do thot, me ndërprerjen e lindjeve, thotë që për shembull muslimani thot do t'i kem 2 fëmijë, do t'i kem 3 fëmijë, do t'i kem 4 fëmijë, dhe s'bëjmë, edhe ndali pas kësaj bërjen e fëmijëve, kjo nuk është e lejuar, kjo është haram. Nuk bën të bëhet. Mirë, po nëse bëhet rënditjet apo rregullim kësaj, që do të kem shumë fëmijë çdo 2 vjet, apo çdo 3 vjet, me lejet e Allahut subhanahu wa taala, kjo s'ka gjë të keqe në këtë punë. Nuk ka gjë të keqe në këtë punë. Mirë, po jo të thuhet për shembull deri në këtë moshë do të bëj fëmijë, ose deri në këtë numër do të bëj fëmijë. Jo, sa të ka e pa Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po është e lejuar të rregullohet, do thotë çdo 2 vjet, çdo 3 vjet, që të ketë muslimani fëmijë. Mirë, po edhe fëmia është dobi, fëmia është dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala, fëmia është mirësi, fëmia është çdo gjë e mirë në jetën e muslimanit. Pastaj bota në këto momente ka nevojë për fëmijë. Gjitha vendet e botës, në botë është duke rënë në mënyrë drastike popullsia botërore, në gjitha vendet e botës. Njerëzimi ka nevojë për fëmijë, e muslimanët janë, alhamdulillah, prej popullsive më aktive në botë, në popullsi. Prandaj edhe muslimanët duhet ta mbajnë këtë dhe të kenë sa më shumë fëmijë.